Kosova mori këtë të marrë një tjetër dërgesë me sisteme raketore kundër tank, Orta Menzil, tank Savar, Silah, nga Turqia. Në një postim në Facebook, ministri në detyrë i mbrojtjes Eyüp Ençedonsi tha se kjo dërgesë ishte kontaktuar me prodhuesin shtetëror turk, Roketsan, në dhjetor të vitit 2023. Orta Menzili, tank Savar, Silah, është një sistem modern raketor antitank me rreze të mesme veprimi, i zhvilluar për të neutralizuar mjetet të blinduara moderne, përfshirë tanke me mbrojtje reaktive, si dhe fortifikata mbrojtëse ushtarake, shkroi Maqedonsi, ndërsa shtoi se rritja e llojshmërisë dhe sasisë së sistemeve kundër tanke për forcën e sigurisë së Kosovës synon mbulumin e distancave të ndryshme të veprimit, terreneve dhe skenareve të kërcënimit, duke rritur fleksibilitetin operacional. Maqedonsi nuk tregoi se sa sisteme mori Kosova dhe se sa kushtuan ato. Sipas UE-faqes së Roketsan, OMTAS është efektiv ndaj mjeteve të blinduara dhe mund të përdoret edhe ditën edhe natën pavarësisht kushteve atmosferike. Ky sistem ka rreze veprimi nga 0.2 deri në 4 km dhe peshon 35 kg. Raketa së bashku me tubin lëshues, sistemi ka një diametër prej 160 mm dhe një gjatësi prej 1.8 metrash. Vitet e fundit, Kosova e ka përshpejtuar armatosjen duke blerë armë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Turqia, përfshirë raketa dhe dron.